Ripërshëndetje toksor! Ripërshëndetje toksore, jeni rikthyer, jemi në këtë P2, pjesë të dytë të emisionit Zonë e Lirë në ABC News, sezoni 20, episodi 813. Jam në studio me Ilir Kullën, Arjan Curin, Artur Zhej dhe Gjergj Stab, Stefan Zojan Zotrin, nga sondazhe Sonketa sondazh në bashkëpunim me Zonë e Lirë. Dua t'ju kujtoj pasere se këto sondazhe janë dedikuar vetëm për këtë emision dhe falenderoj jashtëmase Gjergjin, i bën enkas për emisionin Zonë e Lirë. Falenderoj shumë Gjergj. Dhe ftojnë studio paraprakisht Letëri dhe Cako, ai nuk është detyruar të ndërhyjë të gjitha çështjet e aktualitetit, por e kam ftuar për tërmetin Turqi dhe Siri, siç e thash. Ftë në studio, ju e keni gjetur, pa fund mesazhe, e kanë gjetë të gjithë, vetëm njëri ngatroi tha Sazan Guri. Të gjithë thoshin Cako të gjithë. Dhe një tjetër tha Rushdi Metali. Jo, Rushdiu s'merret fare me këtë pjesë, me tërmete, merret me sëmundjet e vështira, të rënda, është mjek alternativ ose se si quhen këta? Homeopat, paka shumë. Rushdiu i cili do na bashkohet pas orës 11. Po dhe në 23 jemi me miqtë e mi në studio të aktualitetit politik, zënja Zotri dhe jo vetëm. Ftë në studio Alfred Cakon. Të prita me këngën War from for territory, që do me thënë luft për teritore. Të shkon kjo këngë, Cako. Edhe me veshin që kje sot prer rockstari. Edhe në lidhje me temën. Edhe lidhje me temën, apo jo? Cako do flasim. Do flasim pas pak, Cako, po fillimisht, le të shohim një foto që në mua më ka mallëngjur shumë. Nuk e di ju apo jo, Zhej, Curi, Kulla, Gjergj, Cako. Shi foto që mallëngjur shumë dhe ishte botuar në gjitha media turke këto ditë. Nuk e di për ato siriane, po turke ponja është e sigur se e pam. Ledio e ka gati, shikoni. Një zjarfikës, jo zjarfikës në fale nga trova. Një, si që vën këta që shpëtojnë nga tërmetet njerëzit? Zjarfikës. Kjo ajo zjarfikës. Një zjarfikës zënja Zotrin grek. E shikoni dhe nga helmeta që ka në kokë, që ku lexon Ellas në mos gaboj apo jo, Curi. Apo Ellada. Është flamuri. Ellas. Dhe flamurin grek, duke mbatur një fëmijë turk që sapo e kanë zgjedhur nga rënojat, dhe gjithë shtypi turk kishte pak a shumë të njëjtin titull, një mësim për ne që donin t'i hapnim luftë Greqisë. Dhe që unë më dhëngjeva shumë të them drejtën, është thjesht një gjë emocionale, nuk është fare racionale kjo që po bëj. Megjithatë, më pëlqeu shumë kjo dhe më dha më la një shije shumë të mirë në këtë tragjedi të madhe ku numërohen deri më sot më shumë se 27 ka vaj tani numri, se vetëm zbulohen në trupa. 27.500 ishte që po. Unë do thoja me këtë rast qanin që dashuria për jetën është më e madhe se lufta dhe urrejtja. Jam dakord. Kjo është dicituar e kësaj foto. Pra, jeta ose dashuria për jetën më e fortë se urrejtjet. Pra, love for life. Se unë për të plotësuar Zhenjën do thosha që ndasit vinë nga politika edhe nga njerëzit. Njerëzit realisht janë më shumë bashkë dhe politikanët janë ata që duan t'i përçajnë. Kulla një reagim për të foto emocionuse, le ta themi. Fotoja flet vetë, Fotoja flet vetë. Gjergji, Stefa, unë besoj që duke qenë edhe më pranë futbollit, që i ka bashkuar gjithmonë popujt, pavarësisht të tentojnë të ndajnë nëpër stadiumet, nuk kemi nevojë për 27.000 vdekur që një grek dhe një turk bëhet bashkë. Ky për mua është mesazhi. Bravo, Cako. Ju mendoni se ata që bëjnë luftrat emocionohen nga këto fotot? Flas për ne paqësorët. Janë me emocione zero, vetëm me llogari punojnë ato. Këtu jam dakord me ty, Cako. Me qira fjala, le të shohim sondazhin e parë për sonte zënja Zotrin Ledio ka gati, sondazhi Sonketa ka sjellë Gjergji për çekin ton. Para se të vemi te i treti që është më kryesori, nesër protesta e opozitës, le të fillojmë me dy sondazhe të tjera më të lehta për ta relaksuar pak situatën në lindjen e mesme. Shikoni. Ja shikoni. E kemi me animacion të bukur shumë, i bën letë të gjitha. Këto jepi Ledio.
A ishi dakord me eliminimin e Efit nga Big Brother, VIP, zënja zotrin që ndodhi, më duket Ditën e martë. ditën e martë që kaloi. Para një javë. Po shiko, duhet të sqarojmë një gjë paraprakisht, që eliminimi i Efit, njerëzit që na ndjekin e dinë shumë mirë kush është Efi, nuk ka nevojë Dhe fare. Ledio e tregon ndërkohë që torta e kuqe ishte joja ajo. Joja, 81% janë jo. 81% ka thënë jo. Por Ka ai qenë një është tërmet më vete kjo historia, sepse Efi duhet thënë më fal Gjergj. Pa. Unë personalisht shumull Efin e konsideroja si gocën më simpatike dhe me energji më pozitive dhe më joshte në atë Personazhi femër më i dashur në atë shtëpi. Po edhe më i bukur, ishte edhe e bukur, ishte edhe e mirë, ishte e mirë shumë. Ishte shumë pozitive. Ishte edhe stile me tatuazhe. Ishte e lezetshme shumë dhe u mërzita shumë kur e hoqë në fakt. Eliminimi i saj nuk erdhi sipas një nominimi normal, erdhi sipas një nominimi anormal, që ishte kutia Pandorës. Po pra. Për ju ndoshta që se dini se publiku është Jo, unë e di shumë mirë se unë e ndjek po. Dhe e provokuan kau tjetër dhe e vun në të njëjtin barometër me Luizin, që është HPRH njeriu më popullor, HPRH e tha shkot se do jetë më vonë, dhe me Kiarën që është e dashura e Luizit. Qartë. Pra ishte një luftë brenda llojit dhe njerëzit me sa duket tentuan dhe pyetja ishte kë doni të largonin atë moment. Dhe duke dashur që të mbrojnë Luizin, dhe duke qenë se shumë mesazhe për mendimin tim kanë ardhur nga krau Oltës, sepse ajo ishte lufta, Olta Efi, le të themi që u bë një viktim, një kokë turku. Por populariteti i saj pas daljes e bëri atë të kuptonte që shumë gjëra në atë shtëpi ishin ndryshe, sepse kuptoi që njerëzit donin më shumë se ajo që e mendon. Pikërisht pra. Gjergj, me qëra fjala, para se të pyes që se kanë dëshirë të hyjë në kolegë të tjerë, po ti mendon që e hoqi publiku vërtet votoi i detyruar për të hequr Efin apo ndoshta, më fal, apo ndoshta ishin në shtyrë dhe nga fshatemet kishin dalë për një video që qarkullonte për Efin, një video erotike që e kishte nxjerr dikush etj. Unë mendoj që të gjitha skandalet, po themi qofse skandal seksual në këtë vend. Jo, skandal nuk ishte, se ai ishte një gjë fare normale po. Nuk pinuj. Shqiptarët nuk votojnë mbi bazë shumë ndjesish. Si nivel politik, ashtu dhe nivel votash. Madje shqiptarët kanë nuk emocionohen fare ato gjëra. Përkundrazi, ti merr vlera nëse ty të del diçka e tillë në publik. Njësoj për shembull si Rama tani për shembull, po të bëjmë një sondazh do bëjmë javës tjetër, të shohim si populariteti e Ramës para dhe mbrapa çështjes me Goni Gall ose Goni FBI-t. Unë kam shumë dyshime që Rama për shembull tani mund të ketë fituar më shumë popularitet pasi ndodhi kjo ngjarje se shqiptarët në tërësinë e tyre thonë, Gjergj, më fal, po kjo është thjesht mendimi im, thonë, ore, po që ka i fort ky Rama, e pas ka kap dhe FBI-n. Pra, në memorien e njerëzve domos në këtë vend, kjo gjë vetëm që nuk përbën ndonjë problem, po përkundrazi mund të nxjisë popularitet. A është kështu me kam gabim? Për të bërë një paralele prapë me Ramon, në zgjedhjet bashkiake të vitit 2007, një javë përpara zgjedhjeve, një nga gazetat e përditshme e nxori Ramon në faqet parë Lakuriq. Dhe Rama nga ai moment fitoi edhe një 10.000 apo 20.000 vota. Kjo është e vërtetë, është e faktuar, kjo është e faktuar. Të jesh nudo në këtë vend nuk është një dizavantazh, madje përkundrazi mund të kthehet në një avantazh. Tani kjo është tregon. Sepse shqiptarët kanë tendencën që kur ti dëshiron ti sulmosh poshtë brezit, të konsiderojnë viktim dhe të duan. Ledion, qëse na fut dot në përdritare të gjithë dhe ta kemi dhe sondazhin atje tash publiku nuk do ishte keq, sa më shpejt aq më mirë. Besoj jemi pak veta Ledion, fym apo jo të gjithë, jemi 6 veta. Unë jam kurios ta di. Zhej, shkurtimisht fare, e di që kjo kërkon një analizë të gjatë, ndoshta një ndërkallje të gjatë. A është e vërtet ky perceptim që njerëzit nuk doja në Shqipëri, nuk bën dëm, pra nuk doja publike? Do kjo tregon një përmbysje radikale të kulturës shqiptare. Çka ka ndodhur? Dhe kur të vritim për deri ke syri i këmbës, pra tek klavikula. Po, ndërsa sot kështu. Nuk e di, ka si duket Zhej, në prezent të sqaroj Jo, mos në prej. Vetë nudon. Jo, se Zorën të tjerët. Ky është Chelsea, ë? Kemi ka përcyra atë. Jo, është ka përcyra ajo Stefan. Kishim ke nudo e Ramës. Nudo e Ramës, po ndërkohë kjo vlen dhe për nudo e tjera që dalin publik, ë? Papritur. Pa dashur. Ka një gjë, tjetër është një nudo fizike dhe tjetër është kur mbreti është Lakuriq. Dakord. Pra, po kam përshtypjen që edhe kur mbreti është Lakuriq, njerëzit janë indiferent. Pra këtu nuk e di se çfarë duhet t'i pickojë shqiptarët që ata të ndjejnë pickimin. Është një gjë e mirë apo një gjë e keqe për të vend që ka një emancipim të tillë? Nuk e di, është po i ftohet gjaku, nuk e di, nuk është mirë. Nuk është gjë e mirë. Kam përshtypjen që duhet të kishte reaksion, duhet të kishte skandal, duhet të kishte mbrojtës, duhet të kishte palë. Ka vetëm një kështu, një nonchalance. Ledio nuk e di pse po mungon në ekran. Edhe kashet, pra edhe titujt, dhe sondazhi, nuk kuptohet ç'po ndodh, na informon Ledio se ti e di që unë jam gërnjar, nuk ri dot. Curi, ti çfarë mendimi ke për të njëjtën pyetje? Do nisur nga ajo e Efit, që unë dyshoj se është një nga arsyet sepse e kanë nxjerrë në fakt. Megjithatë çon si unë dyshoj, po nuk është e vërtetuar kjo gjë. Dhe pastaj ajo që nga kjo
asesion që bëm me Nudon e Ramës që i dha pikë për zgjedhje. Kur e nxorën Nudo. Ti Suri çfarë mendon është gjë e mirë apo e keqe? Kur themi mirë e keqe nuk kam fjalën për moralin, në kuptimin e moralit. A ngjit apo nuk A ngjit po, pra po. Unë mendoj se ngjit. Pastaj mos harrojmë që një nudo dhe një nudo e bukur, një nudo e një femre të bukur. Nuk po flasim nudo artistike, ëh? Flasim për nudo të personazheve publik që ju dalin papritur. Nudo intime, mo. Dakor. Shumë sot kemi një qytetërim që gjithë njerëzit për shembull para se ti thonë një tjetrit si ai e mirë çfarë bëre, i thonë më dërgoj një foto nudo. Dërgoj një foto të organit tënd. E vërtetë është kjo, po. Dhe merren gjithkohës me përmasat, me këto. Në rrjetet sociale, po e vërtetë Po është. gjithkohës. Madje unë i them këtyre të rinjve që ndonjëherë kujdes, i them nga qafa e poshtë sepse vijnë moment dhe ju dalin pastaj. Po, qartë. Se s'kan kujdes fare. Edhe kjo është bërë një gjë normale. S'kan kujdes që do të thotë nuk e mendojnë, po dhe po ta mendojnë nuk e kanë problem. Nuk i bëhet vona. E kanë si të thash, nuk thonë një çkemi si po të fusin një nudo të vetë. Shembull ose të kërkojnë ty një nudo. Çdo thotë kjo për një shoqëri si kjo këtu. Në gjithë botën, nuk është se shkëputemi dot, domethënë që bëj vetëm ne. Nice, po, dakor, po, problemi është se në gjithë botën tjetër, të paktën në pjesën e Evropës. Do të thotë që jemi kthyer edhe një herë në primitivizëm ose në antikitet, ka një rikthim të nudos shpellave. Duhet gëzohemi apo shqetësohemi? Pas njërën as tjetrën, sepse janë cikle që njeriu i kalon. Domethënë gjithkohës dikur e ka parë njëri tjetrin nudo, edhe nuk i bënte përshtypje, në shpella për shembull, edhe po vjen e njëjta gjë tani. Prap e shikoj njëri tjetrin nudo, edhe nuk i bën përshtypje. Madje të thash, janë paksuar fjalët dhe janë shtuar nudot. Nuk thonë më, ta shpjegoja, nuk thonë më çfarë poezie pëlqen. Më nisi një, po më nisi nudo. Çfarë film, po thonë më nisi një nudo. E kanë të gjithën me mishin. Dyqan mishi pa parë. Bukur shumë. Dyqan mishi pa parë. Dhe sa qiqe? Kulla? Gjithë llojet e mishëve. Po çfarë të mu kemi ik pak për les si shoqëri, po s'ka që mirë do bëhet. Pra për ty nuk është gjë e mirë Kulla. Po vazhdon të jesh tradicional, konservator. Nuk dyshon këtë bifani. Nuk ka më substancë, s'ka fare, ta thash dyqan mishi. Sarkolatria. Po, kjo më do thotë mungesë substance, është një substancë tjetër. Ka qenë kjo, ka qenë, se ne habitemi ndonjëherë. Kështu ka qenë, një moment kaloi njerëzit kaluan te fryma dhe shpirti. Tani janë rrjetet sociale diare që amplifikojnë. Dhe po dhe rikthehen sërish te mishi, sarkolatri që adhurimi i mishit. Ka një ndarje elitat dhe elitat e deep state-it për shkak. Nuk besoj se nuk kanë filtra për gjeneratat dhe për... Këto janë kryesisht kulturë për delet. Pra për njerëzit, apo për njerëzit të arshëm, që do kenë vetëm një seksovlerësim për njëri tjetrin. Dhe gjithë trurin, ndërkohë do jetë i shplar, dhe do jetë depozituar diku tjetër. Seksualizimi gjithë shoqërisë. Po dhe pse elitat janë më keq ndonjëherë, ne e dimë atë ishullin e famshëm të elitave që kishin... Të kesh një aksion apo një knesi pervers është një gjë tjetër, por tjetosh perversitetin si të përditshme është një gjë tjetër. Nuk kam emocione. Shpesh këta njerëz dhe numrive të vrasjeve është shtuar. Nuk kanë çfarë zbulojnë më, nuk kanë çfarë mbrinë më, sepse edhe misteri i seksit apo misteri i trupit dhe anatomisë, ai zbulimi adoleshencial që bëhet, ka kuptimin e vetë, ka direktikën e vetë, s'kam më, janë djegur etapat dhe kërkojnë pastaj që të eksitohen çik me droga më të lehta, pastaj me droga më të forta, dhe këtu do thoshte deep state-i fërkonduar. Është një cikël apo jo? Është një sistem kontrolli. Po mendoj që seksi apo pornografia apo gjitha këto janë sistem kontrolli në mënyrë që delet rinë qeta, merren me këtë punë, merren ti nuhasin njëri tjetrin. Bukur. Po se çfarë ndodh pastaj me planetin, nuk e di asnjëri. Është një kanë mendjen ke zbulimi i erotomanisë tyre. Faleminderit Zhej, Cako. E ngrita për Cakon, to? E di, pra kuptova, unë prandaj kalova direkt te Cako. Është një nga pikat e projekteve për të mbajtur njerëzit në kontroll, siç thotë. Ti je dakord me Zhej, po? Siç thotë Turi, që... Po për të jefit janë kurioz Cako, ti ke një mendim? Që e nxorën nga Big Brotheri? E ishte me bukur atje. Unë pak e kam parë, të them të vërtetën. E di për çfarë bëhet. Jehonat ka ardhur Jehona. E di kush është kjo Efi. Po s'më kanë pëlqyer një dy herë disa sjellje të saj në raport me atë Oltën. E di pse s'më kanë pëlqyer se nuk shiko, aty të gjithë janë barabartë ata, kupton, përballë të gjitha detyrimeve ndaj njëri tjetrit, por ka dhe një respekt moshe, kupton? Pastaj Olta ka një background që ka ardhur
nga fusha e artit është një person i njohur, kurse Efi ishte një njeri relativisht i panjohur, u njohit shumë shpejt në... Nëse nuk thash ta krahasosh me Oltra apo me dikë tjetër. Jo, e kam fjalën këtu. Thash dali janë vetë të mërziti apo të la indiferent Nuk e di bazuar ke votime apo jo, këto unë si marr përsipër ti them se s'ma merr mendja që ata bazohen ke votimet, po ajo për mendimin tim e meritonte të dilte sepse ishte shumë e ashpër në... Nuk strihte fare kështu nga ana jashtme. Jo, ajo ishte më kinge atje. Po gjuna më thako po tani estetika. 6% që Cako. Estetika, Cako është 6%. Po nëse të shohim sondazhe, por nuk e di çka ka ndodhur. Ole Dio, çka ka ndodhur plak, më thuaj, nuk është ndonjë turp. Ndërkohë sondazhi, por ne nuk mund të jemi dot Ledio, si herën e kaluar. Duhet pak më tepër po. Si? Duhet pak më tepër. Mi po atëre të pak të nxirë pas here, po. Emisionin nuk e ka emrin sondazhi, ka Big Brother. Ai që vendos është Bigu i madh, kupton? Populli voton kot, kupton? Këto s'kan asnjë rëndësi. Dhe prandaj them që për mendimin tim mirë bën, sepse është bërë shumë agresive dhe shumë e përdorur nga ky krau tjetër, edhe nuk po më dëllojnë, po më dëmë shumë kyri. Nuk është se i shoh. Se ka dhe një respekt për moshën atje, kupton? Olta është gati nëna e kësaj, është 40 vjeta, ku diun sa është kjo kalamata, nuk mund t'i plasësh ashtu me atë gjuhë ofenduese dhe nuk i kthen të përgjigjen përgjithësi po ta shikosh. Domethënë ishte një mungesë komplet etike nga ana e Efit që e nxorri jashtë. Akulla, më duket se do shtojë diçka, më duket. Jo, se shoh Big Brother, kështu që s'ka çështë. Pra vetëm me gjë që e shohim. Po, Ne e shohim për arsye profesionale sigurisht. Jo kuptoni. Apo s'do mos tani që jemi në ABC, patjetër, sigurisht. E shkëpute Cako nga analiza e strategjisë fshat deep state-it. Jo, nuk e shkëputa. Jo, çoj ke... Po. Mirë. Jo, po duhet të konsumoj edhe materiale të tjera, ndryshe po ndihim atje, ikëm. Me qëra fjala, Gjergj. Po. Nuk e se çapo ndodh. Fatkeqësisht Ledio nuk e ka të gjithë në ekran bashkë me sondazhin të shikoni më mirë. Nuk e di çapo ndodh Ledio, më vjen aq i natë sepse këto janë raste të humbura, e kupton? Është gjuna. Është gjuna që si jemi të gjithë atje dhe ta analizonim me detaje, pse 81% dhe jo 70, pse ja, Ledio mos e hiq një moment, pra zhe shikoj sa bukur torta këtu tani. 82% janë kundër, ishin kundër që ajo të dilte. Pra unë hyte kjo 82%. A ishin kundër që të ditë apo ishin pro që të ditë? Ishin kundër më zhej. Ishte shumë e mirë, ishte shumë e mirë. Ka nxjerr produksion atë. Ishte pa pranë. Jo, do t'ja u shpjegoj unë sepse këtu ka abuzim. Po shkurt fare sepse nuk është do merreni kaq teknik. Duke qenë se televotimi ishte kë doni të nxirrni nga këta të tre, një televotimi ofruar nga Pala e Oltës, kjo ishte në garë me Luizin. Po le më nëse pse futesh detaje kot, ata se kanë parë. Fare, mos u fut fare te ajo pjesë. O Stella, nuk më intereson ajo pjesë, më valla. Unë tani që po ne po flasim për të jam i bindur që ata që e ndjekin ajo aq shumë, se s'ka nevojë të informojmë ata që se ndjekin. Apo ti bashkohen protestës të një më të shkurtit. Bravo. Një nga opsionet mund të ishte kjo. Bëni protestë. Ledio, ktheje pap sondazhin, lutem. Të lë pa mendosh që populli mendon që halli më i madh është që ka dalë Big Brother. Jo, kulla, dëgjoj. Në atë çast që ndodh kjo gjë, populli mendon atë, të nesër populli mendon diçka tjetër. Po mirë, po në çast që ndodh është halli i madh. Ne duhet që të jenë më politik, të jenë apolitik. Jo. Jo, mirë. Ata janë gjithçka, mos prit asgjë nga turmat. Dakor. Kthej edhe një herë Ledio. Mirë. Po sigurisht. Nuk s'kam asnjë shpresë më. Me këtë pagëzim që i bëre... Po çani ti më analizo pak bën, nuk e di. 12%. Bëja ku është, nuk e di, nuk kam mendim, është bëja? 12%. Po ti pse e ke bën? Janë ata si puna ime që s'e kanë parë fare. Kush mendon ti çani që janë këta 12%? Këtë sa them do ma thuash ti. Unë s'jam fare steli sondazhesh, nuk kuptoj fare si funksionojnë, do ma thuash ti kush janë. Ja do ta them unë kush janë. Janë ata me gjithë respektin për gjithë, unë ju duhet gjithë fort. Po s'ka lidhje. Kulla, si shej. Ti je i ftohtë sepse ti je njeriu që organizon sondazhe. Jemi dërgqina. Jo. Edhe çuri nuk ka parë. Jo. Ka një lloj elite në Shqipëri, është 12%, që realisht preokupohet për hallet e popullit dhe mendon që ky nuk është hall. Dhe bezdiset ma dje nga kjo. Ja, nuk kjo është 12%. Nuk bezdiset. Bezdiset nga... Pa drejtësia më bezdis. Rosle Ledio. Pa drejtësia më bezdis në çdo fush. Në qoftë se kjo vajzë ka patur 82% konsensusit dhe është përjashtuar, kjo është një padrejtësi. Është një gjë që... Prandaj e bëm aktoritet sondazhit. Kjo të revolton. Bravo, revolton. Por nuk e di më arsyën e vërtetë. Bota do qeverisë me këtë parimin 82% që sot botën do qeverisin kinezë. Do këshim qeveri shumë herë. Ata po e qeverisin fatikisht. Do këshim... Kjo ndodh në të momente gjithandej, dhe ti e di mirë se unë. Me i ato 2% që janë njerëz cilët... Le të themi që mendja e tyre kalon përtej shove të tilla. Pra duan më shumë politik, duan më gjëra elitare, po kanë drejt apo jo? Po shikoj që janë ata. Gjithë kanë drejt. Po mos ishin ata, do ishte bota e rëndom fare. Unë pretendoja me timen që mund të ishin 20%. Ta do të ishin votuesit e Senatit që ne nuk kemi.
Se në fakt, senatorët votohen edhe More kohë për përgjigje, por vetë 40 duhet. vjeç. Po ai 6% që 6 është ai apo jo? 6% që është... Që ishin dakord dilte. Këta do të jenë, po këta çfarë janë këta? Këta do të jenë xheloz pa parë. Cako? Pse? Sa po tha që isha kundër? Po, o Cako, ti mos thuaj që je xheloz me Efin o plak. Jo, ishte më pro. Një mendim thash, pse do jem xhelosën o vlla? Ajo është gockinge atë. Ti je me Gixharin? Në këtë histori ishe me Gixharin? Jo, po një dy herë që e kam parë kështu në këto, domethënë nga YouTube-i, kam parë që ishte shumë agresive në komunikim. Po më dëgjoj, pse e lidh dalin e saj me raportin me Gixharin? Nuk ka lidhje fare. Fare. Gixhari është projektuar për fituese, domethënë ashtu si Luisi dhe nuk mund të cërnonte imazhin se lejuan. Bigu se lejoi e largoi më thonë. Kullan, nga ty priste diçka më shumë lidhur me këtë fenomen. Po qa, nuk e shoh më për Big Brother? Është 12%, është 12%. Pse habitesh? Po nuk ka rëndësi ti nga ata që edhe kur shefin gjë ke një mendim. Nuk ma merr mendja se si ky milet mund jetë kaq budallat, mërzitet 82%, se ka dalë ajo nga Big Brother. E kupton sa e rëndësh kjo çështje apo? Nuk është 82% e popullit, mos 82% e Po 82% interesuar, shumë më lart do kemi një polemikë me Kullon. Ti e kupton o Çani. Mendoj do të ketë një argument i cili është totalisht kundër asaj thotë. Merrin madh po është. Çani, e kupton disnivelin e këtij bigu me bigun e parë? Është më mirë ky. Ja, kam shumë djeksa, po nuk është më mirë, di pse? Po pak shumë djeksa. Krahaso protagonistin e tanishëm Luizin me fituesin e vjetër, me Ilirin. Iliri fitoi. Nuk kemi mbledh për këtë sonte, shiko. Nuk kemi mbledh për këtë sonte. E bëjmë trip direkte. Kemi kohë, ata do vazhdojnë edhe prill. E bëjmë debatin e bigut në total. 82% që Po Luisi është super personazh apo është ky 82% që është të nesërmen aty tërmetit të tmerrshëm, e kupton? Njerëzit fare kanë mendin dhe doli ajo. Sa kanë votuar? Çfarë të pëlqen ty nga Iliri për shkak? Ja ishte, po nuk është sonte pra, do të bëjmë një gjë për bigun. A do vish ditë të bëjmë një gjë për bigun të plot? Po jo, unë nuk i njoh me detaje, se do të folë me detaje. Po atëherë kur si njeh, dëgjoj. Për shembull, çfarë të pëlqen ty nga Luizi? Sa ko të lutem edhe një herë. Nuk dua ta vazhdoj të bisedën, ndyshe na ikën komplet. Unë do ta lë kaq të lë një shije të mirë njerëzve. Ishte ky qëllimi. Se nuk është ky qëllimi pra, më kupton? Qëllimi është për të kuptuar reagimin që pati gjithandej. Luizi është këngëtar si profesion. Do më dëgjosh tani apo? Si nuk më dëgjon tani, kam mendja atë do të thotë vetë. Është tifoz. Më dëgjosh si ka Jam tifoz. Në këtë ngjarje është tifoz. O Cako, se do bëj debat me ty. Jemi mbledh vetëm për të kuptuar të gjë. Një vajzë e cila konsiderohej si më mira, edhe si pamje, po edhe si energji pozitive të gjitha, ishte më bukuroshe atje brenda më. Papritur del dhe ndjesia jashtë është që u ju bën një padrejtësi. Pra nuk duhet të dilte, të paktën në atë moment. Kështu duhet të jetë reagimi popullor. Po ky është për të sa thonë jo. Dhe kështu duhet të jetë. Populli duhet merret me padrejtësitë. Ka apo s'ka drejt, pastaj është tjetër temë. Ky dashur gjej nuk është popull, ky është milet. Mos e ngadroj gjërat. Jo, Kulla, unë nuk jam dakord me ty. Po mirë, unë jam dakord me ty, po. Kjo bën atë 82%. A mund ta rrezosh këtë argument të Kullës i cili është totalisht nihilist vlla? Po. Për një fenomen të cilin mund mos e duash, po duhet ta konsiderosh. Zoti Kollaj, argumenti Kullës. I Zotit Kulla. I Zotit Kulla, na erzon historia se Zoti Kulla e di për shkakun se ka qenë në Rom. Città Eterna. La Città Eterna që Jo ka qenë. Kulla është një herë në javë në Rom minimumi. Po mund të ketë qenë dje, po prapë ka qenë. Po. Edhe mund të shkoj prapë nesër. Sot është këtu, prandaj ka. Roma është shpiksja e parë. Ikë dhe Kullën se Rom janë një kënaqësi e paparë për mua. Roma është shpiksja e parë e të gjithë reality show-ve. Për shembull, kishte hamame ose banje. Po flet për antikitetin. Po për antikitetin, kur njerëzit shkonin zhvisheshin lakuriq edhe bënin dashuri me njëri tjetrin. Kishte vende ku pinin drog, kishte vende ku ziheshin me kuaj me këto kalorësit ç'a quhen këta që janë bërë dhe filmat famshëm te Koloseu. Kështu që publiku gjithmonë kontrollohej me këto, do nuk ka shpike tani, thjesht ka ndryshuar pak stili. Ka ndryshuar formatet, konceptet, po. Kemi një komedian të shekullit të parë pas Krishtit, e kam thënë dhe herë tjetër, që quhet Julius. Se ke thënë asnjëherë, tani po thua për Okej, po e them sot për të parë, që quhet Julius, i ka një poezi dhe thotë, "Në habitem thotë në Rom, thotë në gjithë këtë qytet që ka shpikur filozofi, histori, arkitekturë. Ç'a bën njerëzit thotë, sepse gjithë njerëzit ç'bënin, shkonin gjithë në Kolose, pastaj iknin nga Koloseu, shkonin në banjat publike, bënin qefet e tyre, pastaj iknin nga banjat publike, shkonin në vend tjetër të caktuar ku nxirnin jashtë e tyre, sepse ato ishin të përbashkëta atëherë. Pra hanin bashk, jashtë qisnin bashk, bënin dashuri bashk dhe pastaj shkonin në Kolose të gjithë bashkë dhe shikonin ata, si quhen mos e harrova, gladiatorët që thereshin e bëheshin.
Dhe pastaj në fund votonin si mbyllë rozi Senatin ose Republikën që ishte atë perandorin. Dhe thot Juliusi që habitem, thot, pse njerëzit e kanë harruar edhe janë kohë si kulla, po ndërkohë ashtu ka qenë edhe më përpara, po të shkosh edhe më përpara të njëjtën gjë bënte edhe Athina e lashtë, edhe Kina e lashtë, të njëjtën gjë. Dhe thoshte, habitem si kanë harruar, thoshte, të drejtat e tyre, si kanë harruar hallet e tyre, problemet e tyre të përditshme dhe nuk merren në politik, siç po themi tani, por thot, merren vetëm me panem et circenses. Që do thot? Merren vetëm me buk dhe cirk. Dhe cirk, po. Dhe njerëzve historikisht kjo i ka mjaftuar dhe kjo i mjafton. Me të tjerat mund të merret një elitë shumë e vogël, madje 12% për mua është mirë, unë e prisja më pak. Është mirë shumë. Është mirë 12, edhe unë e prisja më pak, po, sigurisht. Prisja më pak që merret me gjërat që se gjithmonë elitat janë marrë, të tjerët kanë ngrënë buk, kanë bërë cirk, kanë bërë ato pasionet e tyre dhe kaq. O çan un pash Sanremon ishte më kuthrret qameti se Big Brother, e kupton? Se është festivali Sanremo Që do thotë kishte një nudo më të tmerrshme aty. Ja, ta. Po pse të mërshme, shqyqy që ka nudo, Culi? Po nuk po thash gjë, pra. Nuk thash gjë. Kur them të mërshme, është sepse nuk ishte artistike. Vetëm Marx kishte aty. Ishte e shëmtuar. Nuk e pash Ishte nudo e shëmtuar. Po çan do në një vajzë në skenë. Një prezantuese që doli me një nudo të shëmtuar. Po si ishte gjë? Ishte nudo e shëmtuar. Ishte e bërë, E pe dhe ti zhej? natyrale. O, dhe gjithë e pas e i parë nudo. Unë Sanremon e shoh çdo vit. Çdo nudo të rreqme, po gjithë antikitetin e ke me nudo. Po e di, pra e di. Kishte guxuar të mos statuja ishte di ke nudo. Kishte guxuar të mos ishte e bërë. Sepse ne kemi një perceptim tjetër tani për femrën. Femra është gjitha në bisturi. Kjo që guxuar të mos Përveç ishte. asaj, përveç asaj. Edhe prandaj s'ju ka pëlqyer. Se gjitha bisturi, femra sot, pra paraqitet Po, në në një masë perceptimin shumë të madhe, po, maskullor, vërtet është. ashtu si maskulli do donë ta ndaronte. Ajo ndoshta ishte më natyrale se ç'duhet, ishte pak si një gjoks natyral femre, që si ishte gjetur për E kishte të rënë. me silikon. Jo, e kishte të vogël. Të vogël, dakor. I vogël okej. Ishte një rrjet sipër që nuk i rrinte mirë. Nuk e pash pa tani ç'të themi. Apo ta dini kishte thënë leti se është gjetur foton. Edhe perceptimet janë ndryshme, nuk mund të bëjnë dakord ke perceptime. Unë pas pjesën Tu duke bukur nudo? Jo, nuk më duke bukur, më duk natyrale. Dhe pra aq sa ishte natyrale, Po natyrale gjithmonë e bukur. Jo, një është guximi për thënë vërtetën. E kuptoj që një festival nuk flitet për muzikë, po flitet edhe me body language, edhe me gjuhën e Prandaj trupit. bëhet, pra, që të është karem. Dhe me gjuhën e trupit ne sot s'kemi guximin thënë vërtetën. Kush jemi në vërtet. Ne gjithmonë duhet forcohemi me silikon, do ndërhyjmë këtu, kam dëgjuar që ndërhyjnë dhe burrat, ndërhyjnë dhe gratë, ndërhyjnë të gjithë. Pse? Sepse duan të kenë një fake, një aparencë fake në mënyrë që të pranohen në shoqëri dhe të konkurrojnë në mënyrë artificiale në shoqëri. Ajo guxoi ndryshe. Si ishte, bukur jam dakord me Curi, por nga që ne jemi mësuar me një bukuri e cila vendoset... Thash nuk ishte bukur, thash nuk ishte nudo e bukur. Nuk ishte nudo. Kurthi jonë është që ne, ajo nudo e saj është një nudo që nuk ishte dalë nga operacion plastik. Jo, nuk ishte vetëm aty, mendimi im nuk Jo ishte. vetëm aty, por unë them që po ti kishte ngritur pak ajo gjërat aty. Ishte e paraqitur keq. Ishte futa gjë për aty dhe ishte më... Jo, Ledio,